Në datën 14 dhjetor 2020, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli tenderin me objekt ndërtimi tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës Shëtet Vlorë-Sarand, me vlerë fondi limit 19 miliard ose 190 milion euro, me afat 37 muaj nga lidhja e kontratës. Data e fundit e dorëzimit të ofertave dhe data e mbajtjes së tenderit ishte parashikuar në datën 12/2/21. Në këtë procedurë u paraqitën 6 oferta, ku oferta më e ulët ishte ajo e shoqërisë Gjoka Konstruksion, me vlerë 14 miliard apo 140 milion euro. Befas, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e drejtuar nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, vendosi anullimin e tenderit me arsyetimin se asnjëra prej ofertave nuk ishte e përshtatshme. Mendoj të anulojmë, skualifikoj të gjithë. Jam më se dakord, se kam diçka që s'më kuadron në gjithë situatën. Kur e don, sot apo nesër. Megjithse nëse të duhet, ja këndoj këngën, s'ma ndjen shumë për asnjë dhe çoj ku duhet. Jo, e kam atë ndjesinë time që nuk duhet. E ke të frishme ndjesinë kur do. Më jep afatet nëse e shpallim nesër. Maksimumi 24 mars ankimimi në mje, në 25 i kthejmë përgjigje. Maksimumi 4 prill ankohet në KPP dhe minimumi 14 prill, maksimumi 22 prill kthen KPP përgjigje. Duhet ta rishpallim për një herë që t'i djegim afatet e ankimimit në gjykat. Po si i ke lajmëruar të tjerët për anullim? Mbylleni sot me urgjencë. E mbyllëm. Ka fituar 140 milion euro. Pasi janë bërë takime në Ankara, le ta zgjasin këtë punë e batutave, se do ju them detaje. Syri Televizion kreu një investigim të mëtejshëm në lidhje me këtë denoncim, duke konfirmuar takimin në Ankara, ku u finalizua edhe kjo aferë. Siç e shihni edhe nga fotot, në takimin e zhvilluar në kryeqytetin turk me përfaqësuesit e kompanisë, merrnin pjesë kryeministri Rama, ministrja përgjegjëse për infrastrukturën Belinda Balluku dhe vetë ish zëvendës kryeministri Ahmetaj. Uri tenderua për 190 milion euro me kursin e sotëm dhe një procedurë e para përgatitur e merr Intercar ASL. Kombinim turk. Kombinimi turk nuk ka sjell asnjë makineri dhe pajisje në Shqipëri. Gjithë punën e ka bërë Gjoka apo Gjoka SHKP. Pra, SHPK. Dhe ju dha dikujt në 50 milion euro më shumë po, kost.